Paka shumë të ngjashme, ndoshta me një pjesëmarrje substancialisht më tullt. Sepse edhe populata nuk e sheh jo seriozitetin e institucioneve, deputetëve për të marrë. Unë mendoj se nuk është që do të sjellin kumëti se çka zgjedhjet e reja. A mendojnë që do të arrijmë deri tek ajo pikë, apo ndoshta duhet ndonjë ndërhyrje e presidentës, apo edhe të tjerëve, të azëm ndërkombëtarëve? Është problem me ndërhy në mënyrë kushtetuese momentalisht. Kemi pas ndërhyrje në të kaluarën? Ndërhyrjet po, kemi pas, ka pas ndërhyrje politike, sidomos nga komuniteti ndërkombëtar, mi po në atë kohë kemi pas të bëjmë me parti tjera, kemi pas të bëjmë me një Kosovë... Se luan rol nëse është një parti tjetër edhe për ndërkombëtarët? Sigurisht, ne dim që lëvizjave të vendosje nuk është e pirur që të merë rekomandimet e ndërkombëtarëve. Unë mendoj që do të ishte më smirti që lëvizjave të vendosje në një mënyrë apo tjetër të lejohet të konsumoj këtë mandat. Ose së paku deri në zgjedhjen e presidentit. Pra ju thoni që në këtë rast opozita apo partitë të tjera të cilat kanë dalë me radhë pas vetëvendosjes më të votuara duhet ta votojnë kandidatën Vuljena Haxhiu? Duhet lejohet ose ta votojnë ose të negociohet për një kandidat tjetër. Duhet lejohet që ta konsumoj sepse përqindja e lëvizjes vetëvendosje me të cilën ka dalë prej zgjedhjeve të kaluara është aq e madhe sa që nuk do të bënte sens politik as për partitë opozitare. Por partitë opozitare kanë provuar të bëjnë negociata për ndonjë emër tjetër përveç Vuljena Haxhiut. Kemi pa madje edhe AAK-n që ka propozuar 2 emra, edhe madje edhe PDK është shprehur e hapur që do të votonte sikur të ishte një emër tjetër. Edhe një herë, qëllimi i lëvizjes vetëvendosje është që të provokohen zgjedhjet e reja, ndërsa do të ishte mirë që të lejohet që të konsumonte këtë mandat ose këtë mandat politik për arsye se nëse shkohet zgjedhje pa një qeverisje si rezultat të këtyre zgjedhjeve, atëherë shansat janë shumë më të mëdha që rezultati të jetë i njëjtë për të gjitha partitë politike me ndryshime kozmetike. Nëse mund të shtoj. Po patjetër. Arsyet së pari pse nuk duhet të shkohet në zgjedhje i kemi përmendur. Kosova nuk e ka luksin, gjitha këto problemet që janë gjeopolitike, të brendshme e tjera. Po, edhe tjetra, nëse shkojmë përsëri në zgjedhje, e rezultati është i ngjajshëm, e arrim në situatën e njëjtë në këtë nyje ku jemi, prandaj unë mendoj që prezidentja duhet ta përdor autoritetin e vet. Shteti është bllokuar, nuk ka më si të thuhet ndryshe. Nuk duhet gjithë kjo situatë të reduktohet në procedura të kuvendit. E kuptoj që është një vendim i gjykatës kushtetuese më herët, mirë po, kjo situatë tani më e ka të kaluar reduktimin e saj në procedura të kuvendit. Dhe prezidentja duhet i drejtohet, duhet i thras një liderët politik, dhe nëse sheh që nuk ka pajtueshmëri, të përpiloj një kërkesë për gjykatën kushtetuese, sepse ne kemi nevojë për qartësim të kësaj situate, sepse edhe në të ardhmen mund të vim në situatën e njëjtë, në rrethanat e njëjta. Mund të luajë një rol këtu përveç presidentës edhe ndërkombëtarët, sepse kemi pa në kaluarën që kanë intervenuar ndërkombëtarët, madje kanë sillur dhe një presidente. Për mua është pak brengosëse sepse ende nuk kemi një të emëruar, një ambasador të Shteteve të Bashkuara, kemi vetëm një të ngarkuar më punë, ndërkaq në Serbi për shembull është emëruar ambasadori. Dhe kjo mua pak më brengos sepse disi më se nuk jemi në lupën e... Po do t'ishte pak më ndryshe, unë gjithmonë kam besuar. E shumë një rol një përgjithësi të madhe që ka marrë dhe ambasada e Gjermanisë, ambasadori është gjithmonë... Po në mungesë të ambasadorit i cili gjithmonë i Shteteve të Bashkuara ka qenë prijes i këtyre, në mungesë të saj Gjermania dhe Britania zakonisht janë ato të cilat angazhohen. Mirë po megjithatë unë mendoj që kjo nyje duhet të zgjidhet tani, të sqarohet, sepse ne edhe në të ardhmen mund ta kemi të njëjtën problem. Pra gjykata kushtetuese duhet të precizojë mënyrën se si dilet nga një situatë e tillë që mos të kemi të njëjtën. Zgjedhjet mund të prodhojnë të njëjtën situatë të ngjashme. Në të ardhmen mund të ketë ndërhyrje që të paktën këto probleme mos i kemi, por po kujtojmë diçka që Ardiani do të na sjell para disa viteve, çfarë kishte deklaruar Glauko Njufca. Po, kjo që po kërkon vetëvendosja është anomali, sepse vetëvendosja është partia e vetme në Kosovë, cila kur nuk ka votuar asnjë kandidat për
kryetar të kuvendit të Kosovës nga partitë të tjera. Kështu që nuk kanë as bazë morale që të kërkojnë nga të tjerët selemo politike që të kërkojnë nga të tjerët që t'ja u votojnë kryetarin. Në anën tjetër, edhe në Dhe kemi vazhdimisht Glauko Njuftën i cili i bën lutje dhe thirrje deputetëve që ta votojnë Albulina Agjiu. Pikërisht, dhe kemi po atë Glauko Njuftën i cili në vitin 2014 deklaronte se nuk mundet me vazhdu kështu me i harxhu PDK-ja krejt deputet derisa ta zgjedh kryetarin e kuvendit, ndërsa sot e njëjta po ndodh me vetëvendosjen. Vetëm sa këta nuk po i harxhojnë deputetët.